Ditën e sotme janë çelur skemat kombëtare të mbështetjes për bujqësinë, ku 4 do të jenë masat kryesore, të cilat zënë edhe numrin më të lartë të aplikantëve për Gjirokastrën, ku janë mbështetja për gjethet, mbështetja në bletari, mbështetja për subvencionimin e naftës, dhe që në orët e para të mëngjesit të sotëm fermerë të shumt janë paraqitur pranë drejtorisë së bujqësisë për të bërë aplikimin apo për të marrë ndihmën e nevojshme. Sipas të dhënave, interesi këtë vit është më i lartë, ndërsa numri aplikantëve pritet të tejkalojë vitin e kaluar. Fermerët e qarkut të Gjirokastrës kanë filluar të paraqiten pranë pikave të aplikimit, duke shfrytëzuar këtë mundësi për të rritur prodhimin dhe cilësinë e punës në sektorin e bujqësisë. Të aplikuar për dhënë zjedhi, 300 dhënë 150 di. Kam aplikuar gjatë 3-4 vjetë. Edhe? Mirë, me aplikimet mirë, të kënaqur. Kam dalë përfitus në gjitha këto. Na ndihmojnë pothuajse gjysmat e shpenzimeve. Dele kemi. Sa krerë keni? 200 krerë. Po herë të tjera ke dalë përfitues? Kam dalë. Sa ju vinë ndihmë juve këto? Krej misrin e tire. Mendoni se si vjet do dilni përfituesi, plotësoni kushtet? Po, i plotësoj. Kam 10 lopë. 10? Po. Ke aplikuar herë të tjera? Jo, sot për herë të para. Mendon se do fitosh? Po. Aplikimet do të qëndrojnë të hapura deri më 30 maj. Procesi mund të bëhet pranë AZBR-s ose online.